Speci djegës të shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Speca djegës u zbuluan për herë të parë nga aztekët, të cilët në vend që ta hanin e thanin dhe më pas e tymosnin. Ky lloj speci përmban një përbërës të quajtur kapsaicin, që kur konsumohet si duhet mund të jetë aleat i fuqishëm në shumë çështje shëndetësore. Por cilat janë përfitimet që merrni nëse e përfshini këtë spec në dietën tuaj? Sipas Healthyside, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i specave. Mund të bini më lehtë nga pesha. Studimet tregojnë se ju mund të rrisni aftësinë për të djegur dhjamin dhe për të ulur oreksin duke ngrënë speca dhe kuq djegës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mund të parandaloni infeksionet të ndryshme. Bota ka përdorur erza dhe barishtet si një mjet për të ruajtur ushqimin që në fillim të kohës. Sidoqoftë, ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se studimet kanë zbuluar shumë veti antimikrobale të specave djegës. Për shkak të kësaj ekziston një larmi i infeksionesh që mund të parandalohen nga speca djegës, siç janë problemet të grykëve, prishja bakteriale e dhëmbëve dhe infeksionet e sinuseve. Mund të luftojë dhimbjet e shkaktuara nga migrena. Një nga mënyrat për të përfituar nga speca djegës është duke përdorur kapsaicinën e pranishme në të si një spray hundësh. Studimet kanë treguar se kur aplikohet ky spray në vrimat e hundës, efekti i tij kundër dhimbjeve të migrenës dhe të kokës është jashtëzakonisht i fuqishëm. Do të jeni në gjendje të luftoni edhe diabetin. Është provuar shkencërisht se kapsaicin është në gjendje të ulë nivelin e glukozës në gjak duke rritur nivelin e insulinës. Për këtë arsye, speci i kuqdjegës është i mirë kundër diabetit. Mund të shpëtoni nga hipertensioni. Studimet mbi kafshë tregojnë se ky përbërës mund të qetësojë enët e gjakut, të ulë presionin e gjakut dhe madje të ndihmojë edhe ata persona të cilët vuajnë nga hipertensioni. Specat e kuqdjegës mund t'i japin shumë përfitime për shëndetin tuaj, dhe vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë të larmishme. Ato përmbajnë shumë antioksidant. Antioksidantët, këto substanca parandalojnë ose zvogëlojnë dëmet e qelizave të shkaktuar nga radikalet e lira që gjenden me shumicë të specat e kuqdjegës. Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar nga radikalet e lira, sidomos në lidhje me kolesterolin dhe trigliceridet. Specat ndihmojnë me kongestionin. Specat e kuq ndihmojnë në pastrimin e kongestionit. Kapsaicin mund të zhbllokojë venat e gjakut nën hund duke çliruar kongestionin. Mund të përmirësojnë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova se redukton kolesterolin dhe trigliceridet dhe ndihmon që qelizat të mos ngjiten me njëra tjetrën dhe të formojnë piksje. Të gjithë këta faktorë mund të promovojnë qarkullimin e gjakut të shëndetshëm. Ekspertët këshillojnë të përfshini specat e kuqdjegës në dietën tuaj. Duke u konsumuar si duhet, ato do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Speci i kuqdjegës është përdorur prej mijëra vitesh kundër disa problemeve shëndetësore, duke përfshirë urtin, llapin, problemet e stomakut, temperaturën, probleme me tretjen, fytin, çrregullimet e të vjellave dhe bajamet. Por specat e kuqdjegës janë tejet mirëbërës edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi i tyre, sipas WebMed, ka ndikuar menjëherë në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut, gjithashtu edhe në përmirësimin e punës së arterieve dhe tensionit të gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë atribuohet kapsaicinës, një substancë që shkakton edhe aspektin djegës të specave. Kapsaicin ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret edhe nga industria farmaceutike për kremrat dhe tretësirat kundër artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specave të kuqdjegës do të ulë gjithashtu edhe problemet e tensionit. Kapsaicin ka një reputacion të shkëlqyer edhe në përdorimet farmaceutike. Gjithashtu ajo mund të mbrojë edhe kundër problemeve të kolesterolit që pengon trombozën. Speci i kuqdjegës është një burim i shkëlqyer i karotenoideve, antioksidantëve të fuqishëm që parandalojnë dëmtimet e shkaktuar nga radikalet e lira. Sipas Healthline, speci i kuqdjegës përmban sasi të lartë të vitaminës A. Dy luggjeve me speca të kuqdjegës në varietetin Plur ofrojnë
47% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës A. Përveç kësaj, specat e kuqdjegës janë burimi mirë i vitaminës E, vitaminës C, B6, K, mangan dhe fibrës dietike. Speci i kuqdjegës mund të përdoret si i thatë ashtu dhe i njomë, dhe vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë të larmishme. Te specat e kuqdjegës gjenden sasi të shumta të mëdha të kapsaicinës, flavonoide, vajra esencial, karotenoide, celulozë, kalcium dhe hekur. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është më e madhe se të gjitha frutat ose perimet e tjera, ndërsa gjenden edhe sasi të konsiderueshme të vitaminës A, K dhe B. Jo më kollë studiuesit kanë nisur ta quajnë atë si ari i kuq i tavolinës. Speci i kuqdjegës është krejtësisht i këshillueshëm në recetat parandaluese për problemet kardiovaskulare. Është parë se përdorimi i vazhdueshëm i tij ul nivelin e kolesterolit në gjak, ndihmon zemrën dhe ndihmon edhe punën e arterive të gjakut. Farat e specit të kuq përmbajnë shumë acide që eliminojnë bakteret e kolesterolit të keq dhe trigliceridet. Shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të pasojave të hemoroideve. Në të vërtetë që prej vitit 1857, Akademia Mjekësore Franceze ligjëronte kryesisht vlefshmërinë e specave të kuqdjegës kundër problemeve të hemoroideve. Duke qenë se ka vitaminën A, B6 dhe speca djegës mund të bëjnë të mundur qarkullimin më të mirë të gjakut. Në këto momente është e rëndësishme të mos e teproni për ta konsumoni si duhet dhe të merrni përfitimet që ai do t'i japë në ndihmë të shëndetit tuaj. Ekspertët e cilësojnë specin e kuqdjegës si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese për të përfshirë me domosdoshmëri në dietën tuaj të rregullt. Shumë njerëz pohojnë se nuk mund të konsumojnë specat e kuqdjegës sepse ndjejnë gjithashtu djegje në stomak. Por kjo nuk është e vërtetë. Madje në shumë kultura është të përhapur tradita popullore e çajit për tretjen e ushqimit të bërë me kamomil të ngrohtë, një lugë spec djegës plur dhe një lugë mjalt përmbulsues. Te specat e kuqdjegës gjenden sasi shumë të mëdha të kapsaicinës, përbërësi kryesor aktiv farmakologjik, flavonoide, vajra esenciale, karotenoide, celulozë, kalcium dhe hekur. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është më e madhe se të gjitha frutat ose perimet e tjera, ndërsa gjenden edhe sasi të konsiderueshme të vitaminës C, K dhe B. Jo më kollë studiuesit kanë nisur ta quajnë atë si ari i kuq i tavolinës. Shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të pasojave të hemoroideve. Në të vërtetë, specat e kuqdjegës mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për t'u përfshirë në dietën tuaj. Specat djegës në shumë popullata mund të ndryshojnë edhe në përdorimin e tyre. Sipas ekspertëve, specat e kuqdjegës lehtësojnë simptomat e diabetit dhe mbajnë larg komplikacionet e tij. Përmban kapsaicinë, e cila reziston inflamacionin dhe oksidimin dhe kontribon në parandalimin e problemeve të ndryshme. Kapsaicinë që gjendet te speca djegës do të përmirësojë edhe shëndetin e zemrës. Ajo luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e dëmeve të mpiksis së gjakut dhe zvogëlon kolesterolin e dëmshëm në shtëpi. Speci i kuqdjegës mund të heqë edhe problemet e gazrave dhe problemeve të ngjashme. Një mënyrë të ngjashme mund ta përdorni edhe për të lehtësuar rrugët e frymëmarrjes dhe për të marrë gjithashtu rezultatet e duhura në këtë aspekt. Sipas Healthy Line, specat e kuqdjegës janë në të mirë edhe në shëndetin tretës dhe në metabolizëm. Një nga avantazhet më të mëdha të specave është kontributi i tyre në shëndetin e zorëve dhe humbjen e peshës. Në këndvështrim me besimet e njohura, specat e kuqdjegës në të vërtetë mund të jenë një anti-irritues për stomakun dhe një mënyrë e shkëlqyer për të trajtuar ulçrat e stomakut. Së dyti, specat djegës, veçanërisht në formën e plurit, janë të pasur me antioksidantë dhe përbërës që mund të qetësojnë çështje të tjera të tretjes, si dhimbje stomaku, gazrat, diarrea dhe ngërçet. Specat e kuqdjegës kanë një potencial të gjerë në përfitimet e shëndetit, mund të mbajnë larg komplikacione dhe gjithashtu të rrisin përfitimet e trupit. Duke u konsumuar me kujdes, do të jenë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.